rikthyer sërish në pjesën e dytë për të ndalur tashmë tek zhvillimet politike në vendin tonë. Do të ndjekim një insert më pas do të rikthehemi për të prezantuar të ftuarën e radhës. Tirana, Vlora, Tepelena, Berati, Mati dhe Ceriku janë 6 bashkitë në vend ku pritet të mbahen zgjedhjet parakoshme. Gara më e fortë pritet të jetë ajo për Bashkinë e Tiranës, njësia më e madhe vendore në vend. Kryeministri Edi Rama propozoi publikisht Ogerta Manastirlion si kandidaten e Partisë Socialiste, ndërsa opozita nuk ka shpallur ende emrin e saj. Me vendimin në pritje të Këshillit Bashkiak të Tiranës për të shkarkuar kryetarin në detyrë Erion Veliaj, edhe nëse ky i fundit nuk ankimon vendimin në gjykatën kushtetuese, Presidenti Bajram Bekaj do duhet të dekretojë datën e zgjedhjeve. Në varësi të vendimarrjes së Këshillit Bashkiak të Tiranës, Presidenti i Republikës do të shpall datën e zgjedhjeve të pjesëshme vendore. Ligji parashikon si afat detyrohet zhvillimin e tyre brenda 45 ditëve nga momenti i njoftimit. Në të 6 bashkitë ku do të mbahen zgjedhjet, Partia Socialiste futet në garë si fituese. E mëparshme pasi ato janë bastionet e PS-së së udhëhequra prej vitesh nga socialistët. Mirë, kemi dhegur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar Arsida Gjylin, e cila është pedagoge, por njëkohësisht edhe mikesha e këtij emisioni. Arsida, të përshëndes. Faleminderit për ftesën, përshëndetje dhe të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë Arsida. Pikërisht për ta nisur, doja të pyesja fillimisht se si e ke parë tashmë të gjithë ndryshimin e kabinetit të ri qeveritar dhe nga ana tjetër sa i përket edhe çështjes sapo dëgjuan në insert. A është vërtet tashmë largimi i Erion Veliajs pra një goditje për Partinë Socialiste edhe në prag pra të garës që do të ndodhë për Tiranën? Atëherë, kjo ishte praktikisht surpriza Kongresit të Partisë Socialiste, duke qenë se patjetër pritej që kishte një vendimarrje sa i takon mënyrën se si do të procedohej me fatin e Tiranës, nëse mund ta themi kështu, duke qenë se ishte një situatë e pazakontë, kryetari i bashkisë po procedoi penalisht dhe patjetër që Tirana si kryeqyteti dhe qyteti më i madh në vend, patjetër kishte dhe duhet kishte përgjegjësinë drejtimi dhe për të kuptuar se çfarë do të ndodhte në VMC, por surpriza ishte fakti që u prezantua dhe u lançua në këtë moment të shpalljes të kabinetit qeveritar. Shkarkohej ish kryetari i bashkisë dhe tashmë do të procedoj për zgjedhje të tjera, në mënyrë të tillë që kemi një kryetar bashkie siç takon dhe duhet i takojë kryeqytetit të vendit. Dhe kjo ishte surpriza e parë, nëse mund të themi kështu, sa i takon edhe asaj çfarë u tha dhe retorikës së kryeministrit Edi Rama. Ajo çfarë u pa tjetër dhe unë e parë si hap pozitiv ishte emërimi në disa ministri të rëndësishme i personave të cilët ishin dhe janë në duke të pagën dhe në aparencën e publikut janë persona apolitik, të cilët më shumë kanë një peshë teknikaliteti dhe janë teknicien në, po themi, atë çfarë njihen publikisht, ku mund të përmendim Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrinë e Mjedisit, pra janë praktikisht emra të rinj, të cilët patjetër kanë historikun e tyre të, po themi, formimit profesional dhe teknik, por nga ana tjetër për publikun janë të panjohur, po themi, në aspektin politik të shfaqjes tyre në publik. Kështu që kjo ishte elementi i dytë i cili spikati. Ajo çfarë u pa tjetër është edhe riemërimi i 3 nga ministrave në pozicionet e mëparshme, e cila thekson patjetër edhe elementin e performancës, i cili u mbajt në konsiderat nga kryeministri Rama dhe patjetër edhe nga Partia Socialiste për të vijuar punën aty ku ka patur rezultate të mira dhe aty ku është parë që VMC-ja do të sillte rezultate më tej, duke ditur që vendi është ashtu në një proces tjetër, atë të integrimit evropian. Dhe tjetër, emërimi, po themi, i zonjës Piropali në krye të Ministrisë së Jashtme ishte një risi për kabinetin qeveritar dhe nga ana tjetër edhe ristrukturimi i Ministrisë prandarja e Ministrisë Ekonomisë dhe bashkimi i saj me inovacionin dhe nga ana tjetër pastaj bashkimi i kulturës me turizmin dhe sportet, e cila do drejtohet nga zoti Gonçi. Kështu që në një farë mënyre ka patur një lloj
disa dimensioni, pra kanë qenë disa dimensione në mënyra se si është strukturuar kabineti i ri qeveritar, nuk ka qenë vetëm një qasje dhe një linjë, pra nuk ka qenë vetëm kabinet tërësisht politik, por ka qenë kabinet i miksuar mes historikut politik dhe nga ana tjetër teknikalitetit. Ajo çfarë bëri bum dhe tashmë është parë edhe si risi edhe në arenën ndërkombëtare, ka qenë vendosja e një ministri në thelb i drejtuar nga inteligjenca artificiale ose ndryshe një diçka e pazakon, më themi, duke qenë se tashmë me hopin që ka marrë inteligjenca artificiale, ka një lloj tendence për ta futur dhe për ta integruar atë në jetën shoqërore, politike, ekonomike, sociale, por vendosja e një ministri tashmë për drejtuar prokurimet publike nëpërmjet inteligjencës artificiale ka qenë ajo që ka spikatur më shumë nga e gjithë retorika dhe nga ajo çfarë pritet për kabinetin Rama 4, nga ku gjithë media ndërkombëtare kanë folur për këtë risi dhe për këtë ndryshim. A do të ketë impakt pozitiv dhe çfarë produkti do të prodhojë kjo, pra në atë që ne e kemi thënë se që është prioriteti BE-s në luftën kundër korrupsionit edhe informalitetit, a do ta standardizojë kjo apo do ta arrijë luftojë një fenomen që ne e kemi pritur për 35 vite tashmë me radhë që të ndodhi në vendin tonë, këtë do ta shohim. Është misterioze si gjë, pra është eksperimentale, mund të themi, pra nuk mund të arrijmë të konkretizojmë sot dhe themi që nëse kjo do të prodhojë rezultate shumë të mira pozitive, apo do të kemi humbur në besimin tek njerëzit për ta luftuar këtë fenomen dhe tashmë na duhet inteligjenca artificiale e cila na parencën dhe ndukje është e pakorruptueshme. Pra, kjo është gjithë pyetja dhe retorika që mbrem ne në këtë pikë. Unë e shikoj pozitive, duke qenë se procesi mekanik dhe heqja e barrierave dhe burokracive në procesin e prokurimit patjetër që them do të eliminojë dhe do të arrijë cilë rezultate pozitive sa i takon nepotizmit, korrupsionit dhe që fenomeneve të tjera të cilat shpeshherë prodhohen si pasojë e burokracisë nganjëherë, kupton? Kështu që kjo është pak a shumë mënyra se si unë e pash formimin e kabinetit të ri dhe se si e shikoj qasë tendencën e përgjithshme. Më pëlqeu që ishte multidisciplinare si tendencë, nuk ishte po themi e unifikuar në vetëm një linjë. Por te pyetja juaj që shkarkimi i zotit Veliaj se si ndikon, mendoj në kuadër politik nëse do të kishte ndikuar që në krye të herës, kur ajo procedua penalisht. Nuk mendoj se afekton më tani Partinë Socialiste kjo gjë, duke qenë se koha dhe zgjedhjet e 11 majit treguan që nuk e ka afektuar, me rezultatin i cili është 83 mandate për Partinë Socialiste. Kështu që mendoj se kjo nuk do ta afektojë. E shikoj figurën e zonjës Panaskevliu shumë të balancuar për këtë pozicion. Tuar në këtë çështje, duke qenë se peshën, po themi peshën të shumë të rëndësishme në zgjedhje për Tiranën e ka patur duke qenë drejtuese politike dhe kjo i ka dhënë një lloj kredibiliteti në Tiranë. Dhe patjetër edhe një lloj besueshmërie të testuar tashmë. Dhe e shikoj si figurë të pëlqyer nga publiku dhe favoritet për të fituar zgjedhjet për Tiranë. Me kandidimin e Ogerta Manastirliut Arseida, a mund të jetë kryeministri i Shqipërisë pra Edi Rama duke përgatitur edhe një pasuese të tij pra të mundshme në Partinë Socialiste, duke testuar kështu pra duke testuar vetë atë pra Ogertën në skenën më të madhe vendore? Po është një test i fortë, është një test që gjykoj, është, siç e themi në atë shprehje fash popullore, fika me dy presa. Pra që do të thotë, sa për shumë peshë të madhe politike ti merr mbi shpatulla, aq më shumë është risku. Por patjetër nga ana tjetër është edhe predispozita që ti të shfaqesh në një formë të tillë që mund të ketë një ngritje e cila pastaj ty të bën dhe të çon në pozita që mund bëhesh edhe favorit për marrjen
po themi leadershipit të Partisë Socialiste apo qeverisë më vonë. Kështu që në këtë kuadër nuk e shikoj definitive. Mendoj që po themi ecuria politike dhe dinamikat politike do të përcaktojnë se kush do të jetë personi që mund shfaqet si potencial për ta marrë drejtimin. Nuk e shikoj si definitive apo si legjitimim nëpërmjet garimit në për Tiranë, faktin se do jetë mund të jetë një kandidaturë patjetër potenciale. Do të se ka mbajtur role shumë të rëndësishme, një moment për shembull shumë rëndësishëm ka qenë momenti pandemisë dhe drejtimi i Ministrisë së Shëndetësisë me sukses në atë moment nga Zoja Mansteri ka dhënë asaj një kredibilitet politik, por nga ana tjetër dhe besueshmëri të figurës saj në sytë e kryeministrit Rama, sepse duhet thënë që leadershipi i ri patjetër duhet ketë pëlqimin e leadershipit, i cili shumë do të thënë me marrjen e leadershipit të ri do të bëhet leadershipi i vjetër. Kështu që nëse nuk ke pëlqim, koha ka treguar që nëse nuk ke pëlqimin dhe dashamirësinë të tërës, pra po themi të Partisë Socialiste, por nga ana tjetër vetë leadershipit, që është kryeministri Edi Rama, nuk do të ishte gati e pamundur që ti të vendosesh në krye. Kështu që faktet janë fakte, por Partia Socialiste ka shumë kandidatura të forta, të ngritura në peshë politike, të cilët mund të shikohen si pasardhës të zotit Rama, nëse ai do të marrë vendimin për të tërhequr në një moment caktuar, gjë që deri më tani nuk ka asnjë deklaratë konkrete nga ana e tij për këtë gjë. Por dhe procesi integrimi, ecuria, do ketë shumë dinamika që do ta ridimensionojnë dhe do t'i ndryshojnë balancat në mënyrë të tillë që nuk mund të themi gjë konkrete tani. E qartë. Arsita, nga ana tjetër, nëse opozita, pra e marrim si një opsion të mundshëm, do të fitojë Tiranën, a do të hapet vërtet një krizë e madhe politike për Ramën, por edhe gjithë mazhorancën, dhe nga ana tjetër, a do të arrijë vërtet opozita të unifikohet, apo përçarja do të vullos një tjetër humbje ndaj tyre? Unë nuk e shikoj pozicion opozitës në këto momente për të patur potencialin dhe besueshmërinë në publik për të fituar zgjedhjet të paktën për Tiranë. Me qarqet e tjera mund të ndodhi diçka, pra mund të ndodhi, por për Tiranën e shikoj në kufijtë të pamundurës, edhe nëse përballë zonës Manastrliu do të jenë figura të cilat janë edhe përqyra për publikun dhe koha e tregoi dhe dy figurat kryesore që përfiten për Tiranën është zoja Rita Tabaku dhe zoti Ilir Ali Mehmeti. Kështu që edhe nëse një nga këto dy figura të cilat shikohen si figura shumë popullore, të paprekura, po themi në kuptimin e asaj të përdjekur ndoshta nga drejtësia, pa historik të përlyer më përpara, figura qytetarie, po edhe nëse do të ishte përballë një nga këto dy figura, në optikën time nuk e shikoj të mundur tashmë me rezultatin e 11 majit dhe me atë çfarë mënyre se si sot shfaqet opozita. Qasja e tyre është shumë e vjetruar dhe ka një hendek shumë të madh ndërmjet qasjes së Partisë Socialiste që është në pushtet dhe partisë opozitare. I shikoj shumë të ndarë, shumë përçar, pa unifikim, me krizë leadershipi. Nuk është vetëm ideja e asaj që Partia Socialiste, qeveria dhe kryeministri Edi Rama janë aq të fortë sa opozita nuk i mund dot, pra nuk duhet ta trajtoj kështu siç ndodh në studio televizive që trajtohen në formë të tillë. Unë shikoj që problemi është tek opozita, pra është tek qasja e tyre, është tek mënyra se si ata dhe me një këshilltar të huaj, siç ishte Lasivita, nuk arritën dot të ndërtojnë një strategji e cila të ishte efikase, efektive, adekuate për të kaluar rendekun e krizës brendshme dhe për t'i dhënë një figurë dhe një leadership të ri. Dhe nuk e shikoj të mundur vetëm nëse një deus ex machina do të vinte për ta shpëtuar opozitën në këto momente, por nuk e shikoj të mundshme që të ketë një shans për të fituar zgjedhjet e Tiranës. Por, Arsita, a mund të jetë gara për Tiranën shansi i fundit që opozita të tregojë se ekziston pra realisht si alternativë ndaj Partisë Socialiste?
është e rëndësishme, por nuk mendoj që është definitive, sepse nëse ata do ta shikojnë në sy e një lloj kriticizmi dhe të një lloj reformimi të brendshëm, mendoj se mund të kenë një shans të fundit, do thoja, mbas 2 vitesh në zgjedhjet vendore. Dhe kjo mund ta shikoj këtë si një lloj parapregatitje për zgjedhjet e 2027-s. Dhe ndoshta ai mund të jetë shansi i fundit që bëj propozitën për të riformatuar, për të ristrukturuar dhe për t'i dhënë një shans vetes për të hyrë tejnsisht në garë dhe për ta marrë seriozisht. Por nuk e shikoj tani momentin, sepse është koha shumë e shkurtër për ata në mënyrë të tillë që të po themi të kaluar problematikat dhe për të arritur në një pikë konsolidimi të atill që të te kalojnë ngërshët që kanë patur në 11 maj. Koha është shumë e shkurtër. Nuk e dim konkretisht se kur do të futemi në zgjedhje për Tiranën apo dhe për qarqet e tjera, të cilët tani nuk kanë një kryetar bashkie dhe kërkohet nevoja që të futen në zgjedhje. Por e shikoj shumë të ngushtë kohën në mënyrë të tillë që ketë një ndryshim aq të madh në mendësi, në mindset, në tërheqjen e publikut për opozitën që të veprojë kaq shpejt. Por është koha, mendoj, e mjaftueshme ndër 2027-ën për ata për të reflektuar edhe për të dhënë drejtim. Që nuk duket gjë pozitive nga fronti perëndimit. E qartë. Mirë, Arsita, për të rikthyer sërish pra tek kabineti Rama 4 dhe ndryshimet në këtë kabinet. Pyetja ime është se pse Rama zgjodhi për herë të parë pra një grua në krye të Ministrisë së Brendshme? Pasi aty ka mjaft problematika të mëdha ashtu si e di. Po, është shumë e rëndësishme edhe çështja e stereotipizimit. Pra, gjithmonë kemi parë që në ministri më sociale ose ndoshta ministri që kërkojnë nivelin menaxherial, por jo atë, po themi, të potencës, të forcës edhe mënyrës si është parë kjo në vite, janë vendosur gra, ndërsa në ministri të cilat janë pak që kërkojnë një dorë më të fortë edhe ku është projektuar gjithmonë një burr, ka qenë më e vështirë për të thyer stereotipizimin. Por në këtë rast balanca e 50 me 50 tashmë po themi të asaj që po përpiqemi të çojmë kuota të barabarta në vendimarrje, ka çuar në tejgalimin e këtij stereotipizimi dhe e thash dhe më parë në studio që ndoshta një dorë e butë gruaje mbase mund t'i zbuse gjëra dhe mund jetë një tjetër qasje dhe dimensionim i Ministrisë Brendshme, aty ku gjithmonë është kërkuar një dorë e fortë burri. Dhe zonja Kopshiu ka treguar aftësi të veçanta në administratën publike, në njohjen e saj ndaj administratës publike, në marrëdhënien e saj me burimet njerëzore. Dhe kjo mendoj që është shumë e rëndësishme në këtë moment për të administruar një ministri të vështirë, e cila çështjet kryesore ka luftën ndaj krimit të organizuar etj. Dhe ka treguar që për shembull dhe ministri i shtetit për administratën publike dhe antikorrupsion, për shembull që është Adea Prideni, është një grua, ka treguar që mund të ketë efikasitet edhe në drejtimin e një gruaje. Drejtimi për shembull bikuri i Ministrisë Drejtësisë nga Tilda Gjonaj ka treguar efikasitet prapë të një gruaje të një ministrie që gjithmonë është drejtuar nga burra. Kështu që mendoj që mbasi kishte ardhur koha që dhe Ministria e Brendshme të kishte këtë që mos të përmendim dhe zonjën Kodheli në krye të Ministrisë Mbrojtjes, që ka qenë rast histori suksesi. Kështu që në këtë qasje e gjithë tendenca është që të kemi një kuotë gjinore, një barazi gjinore, në mënyrë të tillë që përfaqësia të mos jetë mos stereotipizim, por përfaqësia të jetë angazhim. Pra, në këtë qasje do e gjykoja si pozitive vendosjen e zonjës Koçiu në krye të Ministrisë Brendshme, kështu që gjithsesi koha prapë do tregojë edhe gjitha është matje rezultate se sa diskutim gjinor. Mirë, Arsita, për ta mbyllur sepse tashmë kemi arritur në fund shkurtimisht, a do të mundet sërish pra Belinda Balluku të mbaj pozicionin e dyfisht zëvendës kryeministre dhe nga ana tjetër dhe ministre e energjisë pa u përballur, le të themi këtu edhe me krizën energjetike që po rritet në vendin tonë?
Atëherë, patjetër që është një sektor kritik, do të thënë sektori vështirë, s'mund ta quajmë ndryshe, sepse tani kemi dalë edhe nga gjendja kritike ku kemi qenë dikur, por patjetër që mbetet një sektor i vështirë, delikat, i cili kërkon eksperiencë për tu menaxhuar dhe mendoj prandaj ka qenë edhe marrja e vendimit për të rivazhduar zonja Balluku, sepse e kam thënë shpesh që procesi integrimit evropian kërkon konsistencë dhe në mbajtje të burimeve njerëzore në jetë gjatësi, pra në kohë. Dhe kuptimin e asaj që nëse një drejtues e ka mbajtur me efikasitet dhe me po themi produktivitet një sektor, atëherë unë mendoj që ai individu duhet të vazhdojë në atë sektor dhe të japë më të mirën për ta çuar përpara dhe prandaj gjykoj se zonja Balluku është parë nga kryeministri Rama si e duhura për të administruar sërish këtë sektor dhe për të qenë prapë në stadin e zëvendës kryeministres si rrjedhoje rezultateve që ka patur dhe aftësisë për ta menaxhuar këtë sektor me efikasitetin e duhur, pa shka kriticizmit edhe të gjithë mënyrës si shihet kjo në po themi në tablon publike, sepse shpesh ne kur analizojmë në tablon publike gjithmonë kemi tendencën që të shikojmë qasje në të tjera drejtime, ndërsa partia dhe qeveria e shikojnë në kuadër të vendimarrjes dhe të vazhdimësisë. Kështu që e shikoj potencialisht të duhur riemërimin e saj në këtë pozicion në mënyrë të tillë për të padur një dorë të fortë në menaxhimin e një sektori shumë të rëndësishëm, por nga ana tjetër edhe të vështirë në mënyrën se si do të reformohet edhe mënyrën se si do të aplikohen këto reforma për të dalë nga vështirësi që ka hasur